Një vizitë rrallë dhe me rëndësi të madhe diplomatike po tërheq vëmendjen e botës. Presidenti kinez Xi Jinping ka zhvilluar vizitën e tij të parë në Korenë Veriore pas 7 vitesh, ku u takua me liderin koreano-verior Kim Jong-un. Takimi u zhvillua në Fenjan në kuadër të 65 vjetorit të traktatit të miqësisë mes dy vendeve, ndërsa mediat shtetërore koreano-veriore njoftuan se të dy liderët rënë dakord për thellimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe kulturor. Në Pekin, qytetarët e intervistuar nga mediat shprehën optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke theksuar lidhjet historike dhe partneritetin e gjatë mes Kinës dhe Koresë së Veriut. Sipas analistëve, vizita e Xi Jinping nuk është vetëm simbolike. Profesori i shkencave politike Jia Yan Chong nga Universiteti Shtetëror i Singaporit vlerëson se kjo lëvizje është pjesë e një strategjie më të gjerë të Pekinit për të paraqitur veten si qendër të diplomacisë globale. Vizita vjen pas një serie takimesh të nivelit të lartë të Xi Jinping me lider evropian, me presidentin amerikan Donald Trump dhe me presidentin rus Vladimir Putin. Takimi mes Xi dhe Kim shihet gjithashtu si një përpjekje e Kinës për të forcuar lidhjet me Fenjanin në një kohë kur dialogu mes Shtetet e Bashkuara dhe Koresë së Veriut mbetet i bllokuar. Gjatë bisedimeve, Kim Jong-un deklaroi mbështetjen e plotë për parimin e një Kine, duke riafirmuar qëndrimin e Fenjanit në favor të politikës së Pekinit për çështjen e Tajvanit. Nga ana e tij, Xi Jinping theksoi se vizita duhet të shërbesë një pikë kthese për arritjen e përparimeve të reja në marrëdhëniet mes dy vendeve. Në një periudhë të tensioneve të shumta globale, afrimi mes Pekinit dhe Fenjanit pritet të ketë ndikim jo vetëm në rajonin e Azisë Lindore, por edhe në ekuilibrat më të gjerë gjeopolitik në botë.